Kryqëzimi rrugor pranë rreth rrotullimit në hyrje të qytetit të Shkodrës është kthyer në problem për lëvizjen e qytetarëve. Mos respektimi i sinjalistikës si nga këmbësorët, por edhe nga drejtuesit e automjeteve, shpeshherë shkak i aksidenteve në këtë zonë. Qytetarët theksojnë se ndjehen të pasigurt kur kalojnë në këtë rrugë, ndërsa pranojnë se shpeshherë nuk respektojnë rregullat e qarkullimit. Shumë. Me rrezikshme se. Kjo është në rrugë në atje. Ashtu si ka dek personi, një pjoku i kuq. Dje urzu një burri. Edhe dje urzu me motor dje. E rujti Në zotit. kanë tulur një aty në stal. Dhe ne nuk i respektojmë, jemi fajtorë edhe ne. Për atë punë. Po e rrezikshme është gjithmonë ku ka kalimtar në rrugë makinës, e rrezikshme gjithmonë. Jo askush. Asnjë. S'respektohet. Puna me gjetë rrugën lirshëm me ik kur e shef makinën sa larg edhe ke pështu. Përndryshe Kjo rrezikshëm është paktën këtu, se aty e kanë bërë vizat e bardha, e kanë thuj gardhin për me hyte, po me lëviz njerëzit, me dalë sa ma shkurt. Në më thonë njësoj mënyrët kaotike. Këtu sa me kryqëzim, po duhet me respektua se me hinen makinë. Dy rrugë janë. Drejtuesit e automjeteve e shohin si problem këtë rreth rrotullim nisur nga vendodhja, por edhe për shkak të kryqëzimit, i cili lidh disa rrugë nga bajpasi, hyrja në drejtimin e qytetit, kalimi në pedonalen e Molos, por edhe aksi tjetër drejt Tiranës.